أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فلندرم الله عز وجل في سلطان بشهور سلطان صلاة والسلام على محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام سلام për shëndetit tona dhe pejgamberin Allahut, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij, mbi gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij. Allahu na mëson me ndjekjen e Resulullahit deri në frymën e fundit. Vëllezër, dashur besimtarë, përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhenetit. Me përshëndetjen që shpresojmë të përdorim në xhenetin e Allahut azza wa jall. Me fjalën Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirë se u takoshëm edhe një takim në një ditë që Allahu është i kënaqur, një ditë që Allahu e veçoi e cila është dita e Xumah, në një kohë në të cilën shpresojmë se do ta gjejmë atë kohën në të cilën do të pranohen duat. Ditën e Xumah vëllezër dashur besimtarë të shfrytëzojmë në mënyrë më të fundshme. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lutet dhe na thot në një hadith ku na tregon është një kohë në të cilën Allahu e ka mëshirë kohën e pranimit të duave në ditën e Xumah. E mos ta humbasim atë kohë. Disa dietarë thonë është koha mes ezanit dhe ikametit. Disa tjerë thonë është koha në të cilën kur ngritet imami për në hutbe, dhe disa të tjerë thonë pas namazit. Pra të shfrytëzojmë këtë kohë për dua, me shpresë dhe me dëshirë se Allahu azza wa jalla të na pranojë. Kjo e para. Se e përket pyetjes së dashur besimtar, ne jemi musliman dhe jemi të obliguar ta praktikojmë sunetin e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Duke u bazuar në fjalë dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sunetin e tij, do të them një gjë me shpresë që do ta veproni, do ta praktikoni më njëherë. E para, në tubimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë suneti, fjala e tij dhe dëshira e tij që po plotësoj soti i parë nuk ditën e dytën. Kjo e para, dhe sidomos në përmesnisit e ilmit, kërkonte prej sahabëve që të bëhuni sa më afër tina. E kështu që ju kërkoj edhe prej vëllezërve të praktikojmë një fjalë të Resulullahit. Fjalën e Muhamedit Mustafa të afroni sa më afër. Mos qëndroni aty ku jeni, nëse ndodhi kush është i sëmurë apo ka nevojë të mbështetet, atij kërkojmë shërim sa më shumë tek Allahu, nuk ka problem, po të rrit, atë që ka mundësi afroni sa më shumë vëllezër, mos qëndroni aty ashtu. Afroni këramës, i plësojmë sa të vëllezër. Allah ju në rëzë të shërbet. Edhe tu është hadithi tjetër, inë të gjemaat i barake, në të vërtet, të klubimi, të gjemaat, ku të bohën, atu ka bereqet. Javën e kaluar vëllezër të dashur, vëllezër e fisnik, dhe situatë sinqert, kemi folë lidhjen e surën e Fatiha, surën që këndojmë në namazën tonë, në recatët tonë. Dhe kemi thënë se i kemi cekur se çfarë fjalë apo fjalë të kuptimin e tyre dhe i kemi përkthyer, dhe kemi treguar arsye se si ka zbrit kjo sure, vetëm e vetëm kemi mbetur pjesa e fundit apo ajeti i fundit, në të cilën Allahu azza wa jalla thotë: "Siratal ladhina an'amta alaihim, ihdina siratal mustaqim", po Allah në mëson rrugën e drejtë. Çfarë rrugë ja? Siratal ladhina an'amta alaihim. Për çfarë rrugë duhet të lutemi? Në rrugën e ladhina an'amta alaihim, ti i furnizu dhe i begatu me nimetet e tua. Ajo është rruga e besimtarëve, muslimanët të cilët e la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pra muslimanët. Ghayri maghdubi alaihim. Ja Rabb, unë e kërkoj rrugën e drejtë, e vërtetë. Ma mundso këtë rrugë, ja Rabb, por mos ma mundso dhe një rrugë tjetër në të cilën ti nuk je i kënaqur. E cila është ajo rrugë në të cilën Allahu nuk është i kënaqur? E duhet të kërkojmë një mbrojtje nga kjo rrugë, mos të bien në të. Ghayri maghdubi alaihim, në rrugën atyre të cilëve ti je i zemruar nga ata. E kush janë ata të cilët janë zemruar? Allahu është zemruar Allahu nga ata. Turp që kanë marrë për rivajetin dhe për komentet e Kuranit, janë jahudit, pa populli hebrej. Edhe jo në rrugën e atyre të cilëve ja Rabb, ghayri maghdubi alaihim wala ddallin, dhe jo në rrugën e të humburve. Pra
humburit ka qenë për Allahu Azza wa Jalla të krishterë, sepse ata e kanë pasur besimin e vërtetë në kohën e Isa alayhis salam, por kur thonë që Allahu Zoti ka birë, atëherë imani mund të humbur. Allah, mos na bëjë në rrugën as të parëve, as të dytëve, por na bëjë në rrugën e atyre të cilët i begatojnë të mirë të tona në muslimanëve deri në fund në fund. Amin. Pasi që përfundon këtë sure vëllezër të dashur besimtarë, apo përmbush kitab, hapjen e librit, hapjen e kitabit, Rasulun e Fatiha, do të dalim në një sure tjetër. Një sure e cila ka zbritur në kohën e Muhamedit Mustafa sallallahu alaihi wasallam kur ishte në Mekë, dhe pejgamberi alayhis salam i bënte davet njerëzve, i thirrte ata në rrugën e Allahut dhe i kishte sprovat më të mëdha në atë në fillim të davetit të tij, kur familjarët e tij, akrabat e tij, shokët e tij e torturuan pejgamberin e Zotit, tortura fizike dhe psiqike dhe gjithë ata të cilët e kanë ndjekur rrugën e Rasulullahit vetëm e vetëm për një arsye vëllezër. Ata nuk kanë pasur asnjë fjalë që kanë pasur tortura. A mos vot pejgamberi i Zotit ka bërë këtë punë? A mos vot pejgamberi i Zotit ja ka dhënë mallin dikujt që kanë bërë këtë torturë? A mos vot pejgamberi i Zotit ka prek namus? Kur jo, po pse kanë torturë ka shumë vëllezër? Veç një arsye. Pse ka thënë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah dhe ka thënë largoni për këtyre idhujve. Kjo ka qenë arsyeja e këtyre. Allahu Azza wa Jalla këtë sure e emron me fjalën e Buruj, me emrin apo përndryshin se përfshin në gjuhën shqipe ymit. Dhe Allahu Azza wa Jalla në ajetin e parë thotë was-samaa'i dhati buruj. Ata të cilët e lexojnë Kur'anin vëllezër, ta hasin në shumë vende të Kur'anit se Allahu Azza wa Jalla apo kemi dëgjuar edhe më parë, është betuar në shumë krijesa. Dhe thënë dietarët vëllezër të dashur besimtarë, Allahu është i gjithdijshmi, fuqiploti, yef'alu ma yasha, vepron çfarë të dojë. Në dorën e tij është çdo gjë. Wala yus'al amma yaf'al. Dhe nuk pyetet Allahu Azza wa Jalla pse ka vepruar këto, pse ka bërë këto, pse kështu. Allahu është krijuesi i gjithësisë, vepron si të dojë. Dhe ashtu si ka dashur është betuar Allahu Azza wa Jalla krijesat e tij duke thënë, pa shërqielli me këtë hyje. Pa shërqielli i cili i ka hyjet në vetën e saj, ose të në hyjet. Po ashtu thënë dietarët, e Allahut është i betohet në krijesat e tij, po tek muslimani besimtari nuk i lejohet të betohet në asnjë gjë tjetër përveç se tek krijuesi i gjithësisë. Dhe shoh vëllezër të dashur për fat keq, është bërë një adet e kam dëgjuar në trojët tona, në mesin e vëllezërve tona, në mesin e muslimanëve, pa marrë parasysh këta muslimanë, a janë shqiptarë, a janë turka, a janë arabë, pasi që kam edhe përbojnë nga popull tjerë, betohen në familjarët e tij, në familjen e tij, në nënën e tij, në babajnë e tij, në varë. Kjo nuk lejohet vëllezër të dashur besimtarë. Muslimanët i lejohet vetëm në betu tek Allahu Azza wa Jalla, edhe atë nëse ka nevojë, jo me bë adet hobis, se kjo është dëshmi vëllezër. Që jo betim, ti për hem dëshmi Allahu Azza wa Jalla fjalën tonë, krijuesi i gjithësisë, po thu, unë çështë kum bë dhe dëshmitare kom Allahu. E nëse nuk është e vërtetë, Allah në uzot në rrugën e drejtë. Allahu Azza wa Jalla thot, pasha qiellin në këtë hyje, wal yawmi al-maw'ud, pasha ditën e premtuar. E kemi dëgjuar ne përdorim në gjuhën tonë shqipe me prevadin. A e përdorim këtë kur vjen puna për shkak të marrë nuso këtë ditë me prevadin. Çka nuk kupton ai fjala vat, nuk kupton ditën e premtuar, ne saktoni ditë premtuar, ne vëmë premtim për një ditë që kështu me ban nuso. Është çuar prevadi. Premtimi. Allahu Azza wa Jalla ditën e Kiametit e quajnë al-Maw'ud, dita e premtuar. E ka premtuar Allahu se do ndodh, edhe nuk ka shpesë se do ndodh. Pasha ditën e premtuar Kiametit. Edhe thonë dietarët vëllezër të dashur, kur Allahu Azza wa Jalla betohet në një gjë, është për qëllim i të rregull vëmendjet. Vini rregull me plot vëmendje në atë se çka betohet Allahu Azza wa Jalla, në madhështinë e asaj çka betohet Allahu. Pra në ditën e Kiametit nuk është ditë e vogël me ditë në të cilën duhet të kalojë të shlehet në mendjen tonë.
O shahidin më mashhud, pasha atë që dëshmon dhe pasha atë që dëshmohet. Thojnë disa dietar lidhje me këtë ajet, ai i cili dëshmon është Muhamedi alayhis salam. Dhe ajo që dëshmohet është Allahu, se nuk ka Zot tjetër përveç tij. Disa të tjerë thonë se ai i cili dëshmon për dita e gjumon që sot ne jemi këtu. Dëshmon për prezencën, për ata të cilët janë në mesin e vetë, pra në ditën e gjumon që kanë rënë këtu këtë ditë. Vazhdon Allahu azza wa jalla dhe thotë kutila ashabul ukhdud. Vëllezër të dashur, në kohën të vjetra, një mbret i cili i ka bërë zullum njerëzve dhe ka hapur hendeke, gropa të mëdha, a e thoni rreth hendeke, e përdorim këtë fjalë hendeke apo, i cili ka hapur hendeke të mëdha dhe i ka vendosur muslimanët në ato gropa, në ato hendeke dhe ka qëndruar afër hendekut duke i shikuar dhe duke i hedhur muslimanët në zjarr. E ka dënuar popullin e vetë, milletin e vetë, vetëm se kanë besuar në Allahun azza wa jalla. Allahu thotë e ka përdorur folje në kohën e kaluar. Qutila ashabul ukhdud. Janë shkatruar, s'po thotë do të shkatrohen ata që e kanë bërë kupton, po janë shkatruar. Ata janë shkatruar duke qenë në dunjë, e se për këtë ahiretin vetëm do të realizohet shkatrimi. Allahi i marr hapë gjithë atyre të cilët i kanë hyrë gjatë, i kanë bërë zullum muslimane, por dhe ne kemi për të luftën tonë të bëjmë. An-nari dhati al-waqud, idhum 'alayha qu'ud. Vëllezër të dashur besimtarë, duke pas parasysh se koha është duke afruar, me lejen e Zotit këto fjalë që do t'i vazhdojmë në ligjëratën e ditës së ardhme. E lutem Allahun azza wa jalla, i se pare kemi në rrugën e Allahut, që mesazhet hyjnore të Zotit, i se pare më lutem për veten time, që këto fjalë që po i them të jenë këshill për mua, pastaj edhe për juve. E lutem Allahun azza wa jalla që duat që i bëjmë në këtë ditë të planohen. E lutem Allahun, Kryusin e gjithësisë, t'i falë mëkatet tona, na mundsoj të takojmë të dekurit tonë, rahmetit, ata të cilët kanë duar jetë, të takojmë në xhenetit, bashkë me pejgamberin e Zotit, dhe sa shoqëruesi i është ai. Subhanallahu wa bihamdihi, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Lillahi al-Fatiha.